teksa në parlament pritet të nisë puna për reformën zgjedhore dhe atë territoriale. Partia Socialiste ka dhënë propozimin e saj për përbërjen e komisioneve. Pas mbledhjes së grupit të mazhorancës, Tauland Balla shpalosi planin e të majtëve, megjithatë theksoi se do të presin dhe propozimin e opozitës. Kemi propozuar për Komisionin e Posaçme Reformës Zgjedhore një variant të parë të përbërjes të këtij komisioni, 17 antar, 9 Partia Socialiste, 8 grupet e tjera parlamentare dhe partitë e tjera të përfaqësuara në kuvend. Jemi të hapur për një diskutim me opozitën, sa i përket edhe referencave të kaluara, ku kemi pasur dhe përbërje paritare, pra barazi, por e rëndësishme është që në këto komision dy bashkëkryetarët kanë të drejtën e vetos. Me shpresën se do të dakordsohet me opozitën, Balla sqaroi se brenda vitit do të zgjidhin dhe ngërçin e avokatit të popullit. Të ndërtojmë së bashku një proces. Por ajo që dua të theksoj është që jemi këtu në këtë situatë 3 vjet me vonesë për zgjedhjen e avokatit të ri të popullit për shkak të mungesës dëshirës nga ana e opozitës për të bërë pjesë e këtij procesi. Tani më nuk e kanë më as mbajtjen peng të këtij procesi, sepse nëse opozita nuk do dojë të bëhet pjesë, ne jemi detyruar që të japim Shqipërisë avokatin e ri të popullit. Sa i përket diskutimeve për ligjin e barazisë gjinore, kreu i grupit parlamentar të PS u shpreh se drafti është në punim e sipër, ndërsa ka nevojë për saktësime termash.